A ka rrezik që subvencionet të përfundojnë tek fermerët e mëdhenj dhe jo tek fermerët e vegjël nëse do I cilësonim kështu? Jo, ka një problem tashmë që duhet të theksuar. Po të shikosh limitet që janë vendosur si dysheme në skemën e kaluar, janë më të larta, 50% më të larta se sa limitet e këtij viti. Domethënë, fermerët e vegjël që janë nga tashmë nga 5 krerë lop, që janë nga 50 krerë baki nga 100, që janë po kështu për kosheret e bletëve, këta fermerë do të shtohet numri I tyre I fermerëve të vegjël në këtë skemë kombëtare që është realizuar. Nuk është se do të zvogëlohen, përkundrazi, ulja e limiteve, reduktimi I limiteve të dyshemes për numrin e krerëve, për sipërfaqet e mbjella, për serat, për certifikimin, për të rinjt, kjo skemë është më dobitpruese se sa skema e vitit kaluar.